Vajnë ka njoftën për i ftyrës teme se ka njoftë para se më rëzipa jetët e hijabit. Dhe unë zgjova për i gjumit dhe unë tha eja hip në devën teme që ta më rinë ushtrien. Dhe e më rinë ushtrien. Në kohë të ditës, në vaktin e drekës, dikon. Por ato zemër smutit, shka ishin në krye në atyre, Abdullah ibn Seluli, krijetari i munafikve, kur e pa këtë rast, grujen e pejgamberit duke ardhur në një ushtar, filloi goja që të flasë. Erdhi momenti që ta akuzojnë në Muhammedin a.s. në familjen e tij. Edhe akuzua në zëti Aisha. Dhe u përfal një grup njerëz të cilët ishin ushtarët e Abdullah ibn Selulit. Se kish një grup munafikësh të cilët ishin në mesin e muslimanëve. Dhe ato të cilët ishin të sinqert nuk flishin, por metën